Këngëtarja Fillori Taraçi, e njohur si Fifi, ka reaguar pas një sër komentesh negative që ka marrë në rrjetet sociale pas një videoje virale, ku shfaqej me Egli Takon. Sipas një postimi të bërë dje prej Fifit në Instastory, shumica prej komenteve janë nga llogari të rreme. Po shoh plot komente, plot shkënjime, plot adresa false që paragjykojnë lëvizjet e mia si artiste, më saktë si producente. Jemi tu punu me Eglin për me bo muzikë të mirë dhe me e sjell në skenë si që meriton, si artiste, jo si influencere e as si tiktokere. Nesër në orën 18:00 del projekti i ri Jetë Gjisaj dhe shpresoj shumë ta kuptoni punën e madhe që kemi bo si ekip. Egli Takon nuk ka vetëm një njeri mbrapa kuintave që punon për të, por ka një ekip super gjigant me plot pasion për punë e muzikë. Ju dua Fifi, shkruan këngëtarja.